Kuçova përkujtoi 90 vjetorin e grevës së 11 shkurtit 1936 me një aktivitet të zhvilluar pranë lapidarit përkujtimor të qytetit të naftëtarëve. Në ceremoni morën pjesë përfaqësues të pushtetit vendor, organizatës së Lançit, sekretari i saj Veli Miftari, drejtues të shoqatave, familjar të naftëtarëve dhe qytetarë. Aktiviteti organizuar në kujdesin e kryebashkiakut Kreshnik Hajdari nisi me himnin kombëtar dhe u pasua me vendosjen e kurorave me lule në nderim të naftëtarëve. Në emër të bashkisë, kurorin e vendosi kryebashkiaku Hajdari. Në fjalën e tij përshëndetëse, ai e cilësoi grevën e vitit 1936 si një akt të guximshëm të punëtorëve të Kuçovës kundër patricive dhe kushteve të vështira të vendosura nga shoqëria italiane që administronte naftën në atë periudhë. Të pranishmit e tjerë vlerësuan sakrificën e naftëtarëve 90 vite më parë, një ngjarje që mbetet pjesë e rëndësishme e historisë dhe memorisë së Kuçovës dhe të gjithë vendit. Bashkëqytetar, mirë se vini në këtë aktivitet përkujtimor kushtuar një ngjarje madhore për qytetin tonë. Për vjetorit të 90 të grevës parë përgjithshme të punëtorëve në Shqipëri të organizuar këtu në Kuçovë me 11 shkurt 1936. Krijimi dhe zhvillimi i qytetit Kuçovës është i lidhur ngushtë me naftën, arin e zi që fsheh në toka e saj. Që nga viti 1918 deri në vitin 1920 në Kuçovë erdhën shoqëri të shumta kërkimi nafte si AIPA, shoqëria anglo-persiane, shoqëria amerikane naftës, shoqëri franceze e të tjera. Në vitin 1928, në vendin që sot quhet Dikatër, u shkua dhe dha naftë pusi i parë, që nga ai moment Kuçova u shënua në harta gjeologjike të botës si vendburim nafte. Kështu nisi formësimi dhe popullimi i qytetit pikërisht me ata punëtorë, shumë prej të cilëve vinin nga qytetet tjera të Shqipërisë. Naftëtarët punonin kushte tepër të vështira, pa banesë në qytetin ku punonin, me paga të ulta edhe pse punonin deri në 12 orë në ditë, pa asnjë ditë pushimi, madje as në festën kombëtare. Mbi të gjitha, ata përballeshin me presionin ideologjik dhe detyrimin për të respektuar rituale të huaja si përshëndetja fashiste. Natyrshëm, në këto kushte lindi instikti për të reaguar, për të kërkuar më shumë drejtësi sociale dhe dinjitet në punë. Punëtorët e naftës në Kuçovë u përpoqën disa herë, por këto përpjekje të shpërndara shtypeshin shpejt nga forcat e organizuara të kompanive dhe organet e rendit të kohës. Kështu, në tetor të vitit 1935, një sindikat që për disa vite ishte organizuar në ilegalitet, arriti të formalizohej zyrtarisht. Ajo u njoh me emrin Shoqëria Puna, dhe antarët e saj shtriheshin nga Kuçova deri në Vlorë. Ndër vendimet dhe aktet e para të asaj ishte shënimi i festës kombëtare të 28 nëntorit. Ky akt pati pasoja të rënda për organizatorët dhe për ata që mbajtën fjalime patriotike. Si rrjedhoj e këtyre masave represive, por mbi të gjitha si rrjedhoj e kushteve të rënda punës dhe jetesës, lindi organizimi i grevës së përgjithshme. 11 shkurti është një datë krenarie për Kuçovën. Kjo datë përfaqëson jo vetëm trashëgiminë sociale të qytetit tonë dhe më gjerë si greva më e madhe organizuar deri në atë kohë në Shqipëri, por edhe fillesat e identitetit të qytetit të Kuçovës. Mbi frymën e asaj greve, ky qytet mori formë, u ndërtua pak nga pak dhe bë shtëpia e banorëve të tij të arshëm. Njerëz që kishin ardhur nga Berati, Përmeti, Skrapari, Vlora e shumë zona tjera për të punuar në industrinë e naftës, u bashkuan mbi identitetin e asaj greve, mbi identitetin e naftëtarit që nuk shtypet. Më pas aktiviteti u zhvendos në sallën e bibliotekës së qytetit, ku u mbajt kumtesa me moton Kuçova, një histori për të kujtuar me pjesëmarrjen e intelektualëve nga fusha të ndryshme. Fjalën përshëndetëse mbajti drejtoresha e kulturës dhe turizmit pranë bashkisë Kuçovë, Klodiana Misto, e cila vlerësoi rëndësinë e 90 vjetorit të grevës së naftëtarëve si një moment kyç në historinë e qytetit. Cilim të ekspozit dokumentare në kuadrën të 90 vjetorit të grevës parë të punëtorëve, Borboçano Kuçovë, një histori për të kujtuar. Kujtimi i këtyre ngjarjeve historike përbën një element shumë të rëndësishëm të përgjegjësisë sonë institucionale, jo vetëm për të kujtuar data të rëndësishme historike, por për të garantuar se digniteti njerëzor, sakrificat, guximi, të përcjellën brezave të ri në mënyrë të qëndrueshme dhe të dokumentuar. Ky përkujtim është gjithashtu dhe një lloj detyrimi moral ndaj atyre që me dignitet mbrojtën të drejtat e punëtorëve, gjithashtu kontribuan dhe në ndërtimin e shoqërisë sonë. Duke nderuar guximin e tyre, ne forcojmë vlerat e kësaj shoqërie që jetojmë sot dhe nesër.
Sot kemi kënaqësinë të kemi të pranishëm dhe kuratorin e ekspozitës, doktorin e shkencave Denal Prifti, dhe unë gjej rastin që të falenderoj të institucionin e Arkivit Qendror Shtetëror për bashkëpunimin e krahëhershëm që ka patur me ne. Pjesa e aktivitetit ishte edhe historiani, doktor i shkencave dhe punonjës i Arkivit të Shtetit, Denalt Prifti, i cili prezantoi dokumente arkivore përmes videoprojektorit dhe stendave të ekspozuara, duke sjellë në vëmendje historinë dhe sakrificën e naftëtarëve të asaj periudhe. Gjatë takimit, kryebashkiaku Kreshnik Hajdari theksoi nevojën që Kuçova të ketë një muze të posaçëm për të ruajtur dhe përcjell këtë histori tek brezat e rinj. Në përfundim, Bashkia Kuçov shpërndau 13 certifikata mirënjohjeje për figura të spikatura të qytetit në këtë ditë të veçantë për historinë e Kuçovës.